40% të rinjëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët janë në moshën 18 vjeç, pinë duhan dhe shumica prej tyre janë të moshës 13 vjeç. Gjë që e rëndit RMV ndër vendet me shkallën më të lartë të pirjes së duhanit, tregojnë të dhënat alarmante nga punëtoria e sotme rajonale, forcimi i bashkëpunimit në mes mediave, ekspertëve dhe institucioneve për politika më të mira të kontrollit të duhanit dhe mbrojtje të shëndetit publik në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Analitika. Tamara Miovic Spasova nga kjo organizat tha se RMV ende rënditet si një nga vendet me një nga normat më të larta të pirjes së duhanit dhe se shqetësuese janë statistika që tregojnë se të rinjt fillojnë të pinë duhan që në moshën 13 vjeç. Fakti që na shqetëson dhe që tregojnë analizat tona është se të rinjt në Republikën e Maqedonisë së Veriut tregojnë një shkallë serioze të pirjes së duhanit. Ajo që mund të bëjmë si një grup ekspertësh dhe si shoqëri e tërë është të reagojmë në mënyrë të përshtatshme. Së pari, të rinjve nën 18 vjeç u ndalohet shitja e cigareve dhe ky rregull ligjor duhet të respektohet. Gjëja më e rëndësishme është që edukimi dhe parandalimi të fillojnë që në moshë shumë të re. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Anevska tha se parandalimi në moshë të re është qelsi për të shmangur keqpërdorimin me substanca të dëmshme, si alkooli e cigaret. Keqpërdorimi i duhanit dhe cigareve elektronike tek të rinjt ka një efekt të dëmshëm në shëndet. Ne duhet ta parandalojmë këtë dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qeveria po ndërmarrin hapa të caktuar kryesisht për parandalim, me qëllim që të shmangen kostot e trajtimit në vitet e mëvonshme. Në ligjet e reja për arsimin fillor dhe të mesëm i kemi detyruar shkollat të zbatojnë programe kundër diskriminimit, kundër dhunës, kundër delinkuencës së të miturve, por edhe kundër keqpërdorimit të këtyre substancave, pra duhanin, alkoolin dhe drogën. Sipas statistikave të Institutit të Shëndetit Publik, 45.4% e qytetarëve janë duhanpirës aktiv. Kjo është dukshëm më shumë se në rajonin evropian, ku numri i duhanpirësve është 25%.